Një breshk deti e gjetur e gordur në orët e para të mëngjesit të kësaj të enjte në bregdetin e Vlorës, konkretisht në zonën e Radhimës, duke ngritur shqetësime të reja për ndikimin e aktivitetit njerëzor në jetën detare. Pamjet në vendngjarje të filmuara nga televizioni 6+1 Vlora, kur dallohet trupi i pajet i breshkës, i nxjerr në breg nga dallgët. Sipas informacioneve paraprake, dyshohet se ngordhja e saj mund të ketë ardhur si pasojë e ngjecjes në rrjetat e peshkimit, një fenomen ndodhur shpesh në zonat ku peshkimi zhvillohet pranë vijës bregdetare. Banorët e zonës kanë shprehur shqetësim për këtë rast, duke theksuar se raste të tilla nuk janë izoluar. Sipas tyre, hedhja e rrjeteve afër bregut përbën rrezik serioz për gjallësa detare, veçanërisht për speciet e mbrojtura si breshkat e detit, të cilat bien prej këtyre mjeteve. Ekspertët e mjedisit kanë ngritur vazhdimisht alarmin për nevojën e respektimit të rregullave të peshkimit dhe ruajtjes së biodiversitetit detar. Breshkat e detit janë specie të mbrojtura ndërkombëtarisht dhe luajnë një rol të rëndësishëm në ekosistemin detar, duke kontribuar në ruajtjen e balancës natyrore. Ndërkohë pritet që autoritetet përkatëse të mbrinë vendngjarje duke bërë tërheqjen e trupit të breshkës për të nisur hetimin mbi shkaqjet e plota të ngordhjes. Nuk përjashtohet mundësia e kryerjes së analizave të mëtejshme për të përcaktuar nëse kanë ndikuar faktorë të tjerë, si ndotja apo dëmtimet e mëparshme. Ky rast rikthen në vëmendje rëndësinë e kontrollit dhe monitorimin e aktivitetit të peshkimit në zonat detare, si ndërgjegjësimin e komunitetit për mbrojtjen e dietës detare. Organizatat mjedisore bëjnë thirrje për më shumë kujdes dhe bashkëpunim mes institucioneve dhe qytetarëve, në mënyrë që raste të tilla të reduktohen dhe trashëgimia kulturore të ruhet për bricat e mëarshëm.